Shikues të Ora News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni motin për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Gadishulli i Ballkanit goditet nga një sistem i fuqishëm vranësiras duke sjellë rreshje intensive dhe era të forta gjatë 24 orëve, me rrezik përmbytje në shumë zona. Përkeqësohet situata edhe në Balltik, po ashtu edhe në Europën lindore, ku priten rreshje shiu e dëbore me intensitet të lartë, si pasojë një qendre të fuqishme ciklonare në verilindje të kontinentit. Ndërkohë, në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme mbeten gadishulli skandinav, i shtyt britanik dhe po ashtu vendet e perëndimit. Ndërkohë, do të jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë, sipas Meteoalp. Një stuhi ciklonare në perëndim të Ballkanit se rreshje e stuhiere që në mëngjes, më të dëndura këto në veri të vendit dhe më në qendër të saj. Po ashtu, pasditja sjell intensifikim të rreshjeve deri në mesnatë në të gjithë vendin, duke rrezikuar përmbytje në disa zona. Temperaturat e ajrit do luhaten nga 7 gradë Celsius deri në 21 gradë Celsius. Era do të fryjë fort mbi 85 km/orë dhe dallgëzimi në det do të arrijë 6 ballë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket ditës së nesërme për Europën. Aktivizimi i ciklonit të Islandës sjell rreshje të dëndura shiu dhe stuhi të forta në Britaninë e Madhe dhe po ashtu brigjet veri perëndimore të kontinentit. Po ashtu stuhi të fuqishme me shira intensive priten edhe në gadishullin e Ballkanit, ndërsa Europa qendrore dhe gadishulli iberik, po ashtu skandinav, mbeten në kushte të qëndrueshme atmosferike me kthjellime dhe vranësira të pakta përgjatë ditës. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, Shqipëria avion në ndikimin e rreshjeve intensive, duke shkaktuar probleme me përmbytjet në shumë qarqe, veçanërisht ato në Shkodër, Lezhë, Tiranë dhe Durrës. Po ashtu dhe Vlorë dhe pasditja paraqitet me të njëjtat kushte, ndërsa rënja e intensitetit të rreshjeve pritet vetëm në orat e vona. Temperatura do të luhaten nga 5 gradë Celsius deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryjë fort mbi jug mbi 70 km/orë dhe dallgëzimi në det do të arrijë 6 ballë. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për situatën meteorologjike. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.